Qarku i Lezhës është përfshirë nga temperatura të larta të cilat sipas parashikimeve pritet të vijojnë edhe gjatë ditëve në vijim duke rikthyer rrezikun e zjarreve. Pas paralajmërimeve të Institutit të Gjeoshkencave, strukturat e mbrojtjes civile në bashkitë Lezhë, Kurbin dhe Mirdit janë vënë në gatishmëri për të përballur me çdo situatë që mund të krijohet. Qarku i Lezhës do të përfshihet në temperatura të larta të stinës, domethënë që nuk janë ndonjë gjë mbi normat e parashikuara vjetore që kanë qenë. Megjithatë, rreziku mbetet i lartë për sa i përket zjarreve, duke qenë se edhe periudha e thatësirës që po jetojmë ka vazhduar një periudhë mbajgje gjatë pa rreshje. Ky raport që vjen nga Instituti i Gjeoshkencave ndërmjet AKMC-s, Qendrës Operacionale të Mbrojtjes Civile, ne jo përcjellim çdo ditë në momentin që vjen ne jo përcjellim bashkive. Normalisht ata bashkit normalisht edhe prefektura janë hartuar planet e emergjenca civile për reagimet në kohë, për të kapur në kohë çdo situatë dhe për të minimizuar në maksimum rrezikun. Përballë temperaturave të larta, strukturat e mbrojtjes civile në prefekturën e Lezhës u bën thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes maksimal, të shmangin çdo veprim që mund të shkaktojë zjarr dhe të sinjalizojnë menjëherë autoritetet në rast se konstatojnë vatra zjarri, në mënyrë që ndërhyrja të jetë sa më shpejt. Apeli i qytetarëve është normalisht duhet me patjetër të njoftojnë në kohë, normalisht edhe të reagojnë vetë deri në momentin e arritjes të njoftojnë me kohë shërbimet e specializuara që janë zjarrfik, strukturat e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi në gjithë qarkun Lezhë, normalisht duhet kontribuojnë edhe vetë në masën e mundshme pa rrezikuar jetën e vet për rrethimin e vatës zjarrit, për izolimin e vatës zjarrit dhe në arritjen e strukturave të specializuara. Gjatë muajve qershor dhe korrik në territorin e qarkut të Lezhës janë regjistruar disa raste zjarresh, por fatmirësisht fal ndërhyrjes në kohë të strukturave përgjegjëse, ato janë vënë nën kontroll pa shkaktuar dëme të shumta në ekonomitë pyjore dhe në pronat e qytetarëve.